Përshëndetje dhe mirë se vini në rubrikën për fëmijë. Sot kam një nxërëse shumë interesante, një super talente, e cila është treguar e suksesshme në shumë fusha të ndryshme. Madje më ka bërë të mendoj dhe më ka befasuar t'ju them të drejtën. Për këtë arsye tani, unë po a prezantoj... Inën, mos u lot dhëni, unë mund t'a prezantoj vetën time. Ina, a nuk duhet të prisje diku ullur për ta bërë intervistën? Intervistën? Kush fillon me intervista klasike në vitin 2025? So borik, ne do t'ju sjellim publiku visi dhe gjëra interesante. Së pari, një nga pasionet e mia është muzika dhe flauta është instrumenti që më ka tërhequr vëmendjen. Një fakt interesant për flautën. Flauta është një ndër instrumentët më të vjetra dhe daton qysh para 40.000 viteve. Nëse nuk keni dëgjuar notat e flautës më parë, po a demonstron një pikë të shkurtër tani. So that's it. Ina, e di që nëse vazhdon kështu, do duhet të ta lë ty emisionin të udhëheqësh. Ha, jo dhe nëse tani do të vish pa punuar. Eja tani, lere kafen se kam diçka tjetër për të treguar. Ka ende. Çfarë bëjmë këtu? Tani mbylli syt. Okej. Qa janë një në dorë? Të djathën? Okej. Kape? Ka diçka, okej. Rregull. Çfarë është kjo? Është një surprizë apo një lojë? Okej. Tani hapi syt. Oh my god! Certifikata? Po. Tuat? Dhe na thuaj, çfarë është kjo? Çfarë certifikata është kjo? Për çfarë? Kjo është certifikata, kjo është çmimi që e kanë fituar vendin e tretë në garat e anglishtës. Anglishtës? Don't tell me, you can speak English? Of course I can. And you're quite good at it, I might say. Of course I am. Yeah, so I don't doubt it that when you grow up, like, you're gonna be even better than me and my generation. Man, your generation is like, I don't know, it's got so much potential, right? It's not what you actually think. Oh, how modest. You're so sweet. Kjo është pare si nxënës e gjeneratës në gjuhën angleze. 2 certifikata na kanë dhënë. Wow, për një herë i ke marrë ty. Po. Kaç shumë certifikata? Kaç shumë certifikata? Po. As unë nuk kam arritur që të marrë kaq shumë certifikata në fëmijërinë time. Më thuaj se kjo është e gjitha. Dhe kjo nuk është e gjitha. Ka ende? Ktheu ka dërasa zesë. Ina, çfarë është kjo? Drejne, janë shkronja kineze. Shkronja kineze? Ti mëson kinezisht? Po. Jo, nuk është e mundur, ju lutem. Më zgjoni nga gjumi.
Të lutem më thuaj, si lexohet kjo fjali? Ni hao, wo de pengu deni. Ti sa po fole kinezisht? Dhe çfarë do të thot në përkthim? Përshëndetje, miku im deni. O, zot. Ja, pra e shikoni edhe ju, merrni shënime ju lutem. Ina, jam shumë krenar, e kam nderin, që të kam shoqe dhe kam bërë këtë intervist me ty tani. Ende shkon në shkollë kinezisht? Ende mëson në kurs kinezisht? Po. Vazhdon? Ke interes? Do të mësosh të gjithën? Nëse mundem, atëherë po. Do të folish kinezisht? Po. Do më thrasësh në telefon? Hallo, bulki, obada, Ni hao, wo de pengu deni. I kisha dashur këtë, që gjithmonë kur e mëson një fjali të re në kinezisht, më thirrësh, më lajmërohesh dhe të më thuash. Kjo është e gjitha. Ka ende. Ka ende. Si që shikoni, kjo është surpriza e radhës dhe Ina di të luaj shah. Dhe ne do fillojmë që të luajmë shah dhe gjatë lojës do diskutojmë pak. Shkojmë. Ina, libri joti preferuar. Librimi kam disa. Librat e mia të preferuar janë koleksioni Harry Potter dhe librit herën e fundit The Naughtiest Girl. Oh, Harry Potter and The Naughtiest Girl? Okej. Mirë. Cili është personazhi nga filmat vizatimor apo nga filmat i preferuar i joti? Kaito është një personazh fiktiv ka dalë nga Nëmba. Ke vëlla apo motër? Unë kam 2 vëllezër. Cili është personi jot i preferuar? Personi im i preferuar është mami. Dhe ja, shikues të dashur, kjo ishte Ina Musa. Dhe besoj Ina se tani mund të rumbullaksojmë dhe themi se kaq ishte, apo jo? Po, kaq ishte. I'm not gonna see myself lose to someone that is very much younger than me. Ha ha ha, what are you gonna say about that? I'm saying that I used to play chess a lot in my younger days.